Përzieni vaj ulliri dhe limon, do trajtoni këto 3 probleme shëndetësore. Kjo përzierje e fuqishme me këto 2 përbërës do ju ndihmojë që të pastroni trupin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme, do të ndiheni më të freskët, plot me energji dhe mbi të gjitha, do të merrni përfitimet të cilat trupi juaj i ka të nevojshme. Shumë njerëz në mbarë botën përdorin këtë përzierje që në kohët e lashta, por a e keni përdorur ndonjëherë për të trajtuar problematika të ndryshme shumë më të përhapura të shëndetit? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit u quajtur ndryshe si ari i lëngshëm nga qytetrimet e lashta, të cilët e vlerësonin edhe për dobitë e tij shëndetësore. Shumë ekspertët pohojnë nëse vaji i ullirit duhet të jetë një element thelbësor në dietën tuaj të përditshme, dhe kur është fjala në kombinim me limonin, ky frut super ushqyes është i pasur me lëndë të mira për organizmin, vitamina antioksidantë të cilët mund të ofrojnë përfitimet e tyre shëndetësore dhe të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet në dëmet e shëndetit. Ju mund ta përdorni këtë kombinim të fuqishëm për të trajtuar probleme të ndryshme të shëndetit, të tilla siç mund të jenë edhe problemet e kapsllëkut. Sipas ekspertëve të Healthline, kombinimi i këtyre 2 produkteve mund t'ju arrijë të lubrifikojë mukozën e tretjes dhe nga ana tjetër të përmirësojë gjithashtu sistemin tuaj tretës, duke aktivizuar funksionin e mëlçisë dhe të tëmthit. Ky produkt i thjesht është efektiv edhe ju mbron gjithashtu nga problemet të ndryshme, pasi veprojnë antioksidantët e fuqishëm që ato mbartin, duke hequr qafe toksina dhe duke pastruar më mirë trupin tuaj. Kjo përzgjedhje fantastike aktivizon tretjen dhe ndihmon në eliminimin e gjithçkaje tjetër të cilën nuk e keni të nevojshme. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj në kombinim me lëngun e limonit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemeve të shëndetit kardiovaskular. Vaji i ullirit është i ngarkuar me acide yndyrore të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për trupin ton për të riaktivizuar kështu një qarkullim më të mirë të gjakut dhe për të hequr qafe problemet me kolesterolin e keq. Kombinimi i këtyre 2 produkteve në dietën tuaj ditore është e jashtëzakonshme për shëndetin. Ky kombinim ka veti të fuqishme shëruese që do të thotë se është i dobishëm kundër problemeve të shëndetit të dobët kardiovaskular. Kombinimi i vajit të ullirit me lëngun e limonit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër shqetësimeve reumatike. Ky kombinim super i shëndetshëm ka veti të fuqishme antiinflamatore. Kjo do të thotë se nëse konsumoni këtë kombinim çdo ditë me stomakun bosh, kjo do ju ndihmojë të lehtësoni edhe problemet e dhimbjet. Pija e përzier me kamomil dhe limon mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shkak të vetive që ofron trupit tuaj në tërësi dhe të mbajë larg edhe komplikacionet e saj. Duke u përdorur me kujdes dhe në përditshmërinë e dietës suaj, atëherë do të merrni përfitime mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit. Vaji i ullirit me limon është një kombinim që nuk duhet të mungojë kurrë në tryezat shqiptare. Fatmirësisht ai kultivohet gjërësisht në vendin tonë. Prandaj kombinimi i vajit të ullirit me limonin mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Vlerat që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Edhe pse vaji i ullirit është një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitimet maksimale. Ai njihet edhe për efektet pozitive që ka dhe shkon përtej asaj që i ofron organizmit tuaj në tërësi. Sipas brejtësajt në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj. Vaji i ullirit në përditshmërinë tuaj mund të përmirësojë dukjen e shëndetit të lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen dhe intjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe problemin e shfaqjeve të rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral, çka mund të ndikojë dukshëm në shëndetin tuaj dhe të mbajë larg edhe komplikacionet e tij. Vaji i ullirit mund t'ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor.
Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka një efekt pozitiv në peshën tuaj të trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit në përditshmërinë tuaj mund t'ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepër dhe të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme edhe peshën tuaj trupore. Shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e dietës suaj është i mirë edhe për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët e konsumojnë rregullisht vajin e ullirit në dietat e tyre kanë një memorie më të fortë dhe më të shëndetshme dhe mund të mbajnë larg komplikacionet e një shëndeti të dobët. Ndaj, përdorime të tilla të vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në një memorie më të fortë edhe më të shëndetshme. Vaji i ullirit do të përmirësojë shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët u vuajnë nga shqetësimet e artritit reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet edhe me vajin e peshkut, një burim i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit mund të jenë gjithashtu përmirësuese të shëndetit tuaj të nyjeve dhe të lehtësojnë komplikacionet e tij. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e kockave. Vaji i ullirit do të mbajë larg problemet e inflamacioneve. Ekspertët e Healthline citojnë se shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të zvogëlojë edhe inflamacionet që i kanosen lëkurës. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 mund të zvogëlojë inflamacionet. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht nga këto inflamacione. Ndaj, pasuroni dietën tuaj me vaj ulliri dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin tuaj të zorrëve. Ndaj, edhe ekspertët e këshillojnë kundër këtyre çrregullimeve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mundet që të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme me ulçrat. Vaji i ullirit është provuar se lufton kështu bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri shtuar vazhdimisht në dietat tuaja mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj. Kështu, vlerat që do t'i ofroni shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese. Vaji i ullirit ofron acide yndyrore omega 3. Acidet yndyrore të pangopura të vajit të ullirit përfshin EPA dhe DHA. Të gjitha këto format omega 3 mund të ndihmojnë në zvogëlimin e riskut të kushteve serioze të shëndetit, përfshirë këtu edhe sëmundjet kardiovaskulare. Vaji i ullirit i shtuar në dietën tuaj mund t'ju ndihmojë edhe si një zgjidhje mjaft e mirë kundër problemeve kronike. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit i dhënë për personat me probleme të prostatës rezultoi i dobishëm për përmirësimin e peshës dhe mbarvajtjen e shëndetit. Journal of Cancer Therapy publikoi një studim të vitit 2017 që zbuloi se shtimi i 3 lug vaj ulliri në dietën tuaj me bazë bimore rekomandohet vazhdimisht për një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese kundër problemeve të prostatës. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të peshës. Të qenit mbi peshë mund të kontribuojë në zhvillimin e shumës sëmundjeve kronike. Efektet pozitive të dietës mesdhetare me përmbajtjen e saj të lartë të vajit të ullirit në peshën trupore u demonstruan me një studim 5 vjeçar. Gjetjet e publikuar në The Lancet Diabetes and Endocrinology në 2016 raportuan se 3 ndërhyrje të grupit me vaj ulliri shtesë kishin ulje më të larta të peshës trupore, kryesisht krahasuar edhe me personat që nuk e konsumonin vajin e ullirit në dietën e tyre ditore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.